Sabur ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadith, ka thënë ala kulli muslimin sadaka. Çdo musliman që beson Allahun lartësuar dhe që i përket kësaj feje duhet të ketë kontribut, duhet të ketë një projekt të hajrit, një projekt të mirë. I thanë, o dërguari i Allahut, po nëse nuk ka mundësi, sepse nuk është çudi që sahabët kuptuan ose e kufizuan në këtë moment sadakan thjesht tek ajo materiale. Thot Muhamedi alayhis salam, atë le të shkoj të punoj me dy duart e tij që ja ka dhënë Zoti, të përfitoj pra pasuritë, mira materiale, dhe pastaj të bëj mirë njerëzve, të ketë kontribut të japi sadaka. I thanë, po nëse nuk mundet ta bëj diçka të tillë, atëherë tha, të ndihmoj me fizikun që i ka dhënë Zoti lartësuar dikë i cili është në nevojë, madje në nevojë të dëshpëruar ndoshta. Përsëri i thanë, po nëse nuk e ka mundësinë edhe për këtë gjë i dërguari i Allahut. Tha, atëherë le të urdhëroj për të ke mira, të ndaloj nga e keqja. I thanë, o dërguari i Allahut, po nëse edhe këtë nuk e ka mundësi. Atëherë tha, le të pengoj veten e tij nga sherrri, nga e keqja, sepse edhe kjo është sadaka. Pra, ka dash i dërguari i Zotit transmetoi atë mesazhin e madh që prej muslimanit pritet shumë dhe muslimani duhet të jetë produktiv, qoftë aktiv ose minimumi duke mos u bërë dëm apo keq të tjera.